pikë për krahet nga Flöger, Eriscom, Muji Auto Center dhe Uji Jana. Mirëmbrëma, në pikë sonte po e vazhdojmë pjesën e dytë me Agim Gjakovën, poetin, atë që quajtëm në thojza armikun e popullit në Kosovë, armikun e popullit në Shqipëri. Pra po e vazhdojmë me Dervish Shaqën. E lam bore gjetëm dimën. Po, natyrisht deri në një mosh, po them 5-6-17 vjeçare kështu, të gjithë ne ishte Shqipëria vendi i shenjtë në atë kohë, kur shtypja, shfrytëzimi, tjera dhunat në Kosovë ishte e madhe, kuptoj, edhe ishte diçka domethënë atje. Dhe duke ndëgjuar dhe radio Tiranën e përdoronim tamam si thuhej bashkë me lule, po në vërtet s'kishe qenë bashkë me lule, po kishe pas edhe therra, në kuptimin e ngushtë fjalës. Vi unë me lejojnë nga kampi i përqendrimit, shkoj në legat marat e lese pase, leje kalimi, dhe vi tako me motrën, Bin Gjakov, kur Bin Gjakov nuk me lenë të rri me njerëzit e mi, me shokët e tjera, po më thrasin në sekretariat punëve të brendshme. Aty deri sa përgatitën dokumentacionin për dorëzim, ku më di. Dhe nuk i lanë mu taku shokët, kërkën lanë vetëm hallën, atë që kishe 4 fëmijë, 5 fëmijë në të vërtet, dhe me burë që kishe të pushkatuar që të dinë. Dhe halla, e dini se që më ka sjellë? Si dhurat që ta kem për jetë, më ka sjell një lugë dhe më tha, sa herë të hashta të më kujtosh. Sa bukur. Ka qenë një gjë shumë simbolike, e shumë ata shokët e mi, mos ai kur kanë marrë vesh, janë habite dhe kanë metë të befasumë. Si quaj halla? Hyrëmo vala. Dhe më thonë luga e hallës Hyrëmo. Më ka sjellë në lugë, sa herë të hashta të më kujtosh. Cila është përshtypja e parë? Dhe dalë me qëtësit, shefi udbës, bashkë me ato, me qesin kufi, nuk e lanë as nonën as tetën, dhe ato do t'i sinin, ato i lanë për nesër, po mu nuk më lanë që të rri atje. Ishin me lejo dhe rinia atje për balë sekretariatit punët të brendshme. Me më pa ka dalë. Shok, miq, njerëz që një. Ajo, si të thash, ajo poema Biri Sharraxhiut kishe bo përshtypje shumë të madhe në Gjakov. Njerëzit njoft pa njoft në rrugë zgudoshin që të afroheshin unë, po ma bojshin me kry, unë si disha ku shon që shon, vend që të më demaskojnë, ma kishin rritë autoritetin, në kuptimin. Edhe si djali drejtorit shkollës e tjera. Dhe me qëtësin kufi, më thot Laza që shko atje kufini. Hynë në zonë neutrale, jo zona që është shumë. Kur shkoj dhe të gjysma, ma pretaj roja shqiptare nalë. Po. Prit tha të, ullu. Ulla në zonë neutrale. Shkun 5 minuta, shkun 10 minuta, s'po del kërkush, po më pasu që po thonë. Këta rrishin e shikonin këtene, shefi udbës me gjithë këto qaponota, qëfar shfaqe po bëhet. Dhe ula aty në mes dhe tha shoh sa bukur qengat mos kes pushtet as kënej as anej. Dhe kur mas 10-12 minutave doli një kapter i ushtrisë, tha, qarë do tha? Unë e thash kalojnë në Shqipëri. Qysh kalojnë? Thash po kalojnë në Shqipëri. Po, hajde tha. Afrohen.
Atë dokumenta. Ja pa dokumentin e legatës atëherë mirë, aq mirë se erdhe më futin atë në dhomë. Kur rrinin urt, ata rrinin roja aty në gjonin. Unë rri heshti, asë më pystin, asë më bonin kur gjonë të e kështu. Më shikonin për seri, si me qenë unë në i farë, sa të them, specie rrallë, në i alien. Dhe dikur, mas një gjysore, në saj orë, ku di, vjen një në toger, po, ka qenë, i ushtrisë. O, mirë se ke ardhë me një 3-4 ushtarë. Si duket nga i repart atje ku mu ta kishin vendin, ata kishe bënë uaj. Po, qa ke marrë që? Mu, këta shokët, ma kishin përgatit një qantë, kishin fut çokolada, ku di unë se çfarë, një qantë të kështu, dhe nëpërmjet hallës e nonës, se nonën e liu, e kësaj motrës, ma prunë aty. Edhe unë e hapa, i thashtë, merni, thashtë, çokolada, li merni, disha qa ka, qa s'ka atje. Zgudzojshin ushtarët me kjo, i thashtë, thuj marrë le të marrin, thashtë, thuj, merni, atjere merren ka i çokolada, dhe di zgudzojshin ata ushtarët e shkret aty. Edhe kështu me tha, si një gjotha, hapen një 2-3 konserva, o burë, thash, pse po i hapni këto kotë? Unë e thash, asë gjysë konserve s'mon të se unë e vi, thash, nga kampi, thash, mos pëtë se të farë ushqimi kemi pas. Mëstu, thash, mos i hapni kotë, thash, ato. Nesa dhe me për mikë pritje, për këshu pritje, atërë. Dhe, po më thëtë e vëzë, një gjotha, ti do fleson të këtu. Në qofë se ke nevoj me dalë për jashta, për në shu, lejmëroj rojen, tha se roja mendon që ke hy kështu dhe mundet të me të vrapa, hiri, badashe. Thash më se mërzit se bisedojme. U gritë, nesër, se aty muhabet me ata, as muhabet as heq, ata iku këtë. Në togeri shkoj, atje ku i kishin vendin, ku di unë, ku kishin strehimin ata. Të nesër në erdi nona me gjithë tetën. I sodhen me një kamion. To nuk i përqolli kërkush asu, me shepa. Nëna me gjithë tezën, erdhen me robat e trupit, me disa plaçka sa me thonë. Aq. Edhe një djalë i tezës, që ka qenë i mbështjellun, themin e me gazeti, ly me vaje, me uthull, shumë, edhe deri me kamion gjimë, dhe në kufi. Mësë ne ko marrë vesh, që shke bo, që shedhe të ide aty? Tha, mu më nalun, tha, para se su, rojët kufitare. Kur nis kamioni, tha, unë kom vrapu, tha, vrap, jam kap mrapa kamionit, ata svojtën me mëzonë, mojë, edhe ata dhe aty. Me më pa, a vërtet, jam se ishe hap fjala, a qitën në Shqipnia, po kanë quë, kanë ekzekutu dikun. Adi, së dishen që ka po bëhet. Ishe siguru me këthy fjallën atje që unë jam gjallë. Po mirë, përshtypja parë në Tiranë. Edhe kështu që me qunë në Kavaj, aty ku kom lindë. Shpinë që kemi pas në shpinë, e kishën zonë 2 oficera, 2 ushtarak, ma lirun gjysme, një dhome, një guzhin. Ato plakat fleshin guzhinë, unë fleshan dhomë, që ashtu e guzhina për gjithë shka që nësëm. Me lanë aty, më dhanë në kuks, më dhanë një javë në kuks, me pritë. Në Kavaj, më dhanë disa kohë, nuk di sa ditë, kështu, edhe pastaj më thejtë në Tiranë. Më thejtë në Tiranë, edhe bën një par hetujsi sui generis. Dhe me ndihmu sigurimin e shtetit, anë vërtet ajo ishe një loj hetujsie. Me pa kush jam, qka jam, tek jam, si jam. Mos kom marrë nëj agenda, mos kom marrë nëj lidhja, mos kom nëj kësho, mos kom, ku të di unë se qëfar me nënë. Edhe një javë me ojtë në hotel, bile po më pyet njërin nga ta oficerët e sigurimit, tha, a ke utu në një herë me aeroplan?
Dhe me këme pa, mos, ade se agjendet televizin shpet është. Edhe unë qesha, thash, unë me zitë se kom pas pare me nëzirë bilet autobusit, thash, jo për aeroplan. Nese. Bom dhe me këndim partis, për këshot e tjera, për këshot e... Dhe kjo është momenti kur ty të hapet dosja. Kjo është pyetja momenti i parë, që të hapet dosja. E kanë hap dosjen kur e kanë hapet din ata pastaj edhe kështu më hapet nëse kështu. Mirë po, kërkova për studime. Lutje Ministrisë Arsimit, lutje Komitetit Ekzekutiv të Rrethit Durrësit, as që mora përgjigje që e kemi marrë, as se kemi marrë lutjen. Shkoj viti i parë, mësusën ka vaj me mnon aty, me 8 vjeçare, për gjuhën edhe leximin letrar, letërsinë. Bëj lutje kërkes prap vitin e dytë. Absolutisht as përgjigje që e kemi marrë, as e kemi marrë lutjen për studime. Më thonë ata emigratë Kosovë, tha, një gjohë, tha, neve tha në ka sigurimin dorë, tha. Çka thonë ata, bon komiteti ekzekutiv, ministria, të gjithë. Po është tha një burr, atje tha, në sigurim, tha, që kemi taku e njome, e tha, që nuk të rrën, tha, tot po jo, po mirë, tha, që po jo, më sjellin studime, më sjellin ta di, ta flej mendje, natën e mirë, kur gjo kërkuj. Shkoj e kërkoj këtë burr. Unë se nisha i mnitet, këshëm pa dosjen teme atje shënimet e ku po di unë. Doli, hym klub, muhabet, kafe, konjak, për Kosovën, jo po kështu, jo po ashtu. Dikur më 20 minutave e pyesën, thash, a menon thash biroja politike për Kosovën? Unë shtet për karrige. Këta shokët e mesit thash që më thoshin, jo budall, po super budall, si e ke bo këtë pyetje ti, e ke vunë dyshim byroën politike. Biroja politike menon për gjithë botën, për gjithë proletariatin, për gjithë kështu, s'po menon për Kosovën, po më rësi se ke bo këtë pyetje. Unë shtet për karrige, po më shikonte, unë po shikoja qetë. A e di tha që mos me të njoftë, unë tash i t'i vej hekur atë qojnë burg? A di thash që të mos më kishin përshkru se çfarë burri e kursat sa kisha bo këtë pyetje? Qof, tha, kimi fillu odisejatën e për Tiranë. Nga ora 10 pa 20, e deri në orën 2 mas mesnate, duke u sorollat kafe, a ishe një ndër ata me peshë ministri të mbrëmshme, me familje shumë të fortë, 5 vllazën, një vllaz kishe general atë pas gradat në ushtri, 3 ishin sigurim shtetit, ky ishe kryetari i degës, ashtu e qunin, kryetar sektorit sigurimit që mirën me Jugosllavinë, me këto. Si quhej ai? Skënder Baçka. Dhe kimi përshku pim birë të Partizani, një lokal. Birat qënë me derdoj. Ku që ka qenë atjere, ku është kisha, sot e tjere, ka qenë park, të Tirana pa zhvillume. Hajde thatë, fani për shprejnë, për mjerim, thatë, ministrit, jo, thash mund, ka dha kur jemi me mund dhe ti mundesh. Na duke për plas, pse nuk na binin në shkollë? A luftohet revizionizmi Jugoslav me njerëz me shkolla pa shkollë, jo me njerëz me shkollë. Pse nuk na binin në shkollë, tha ke drejt. Do më thonë, për shumë sene për plas. Fol për ashtu, unë e flitë qa lirëshëm, kur i pyta më për byron, atëherë u qaja, u prisha jo, barjera, si me thone, muhabetit, atë lirëshëm. Edhe, në fund, usos myllëshin lokalet në orën 11, të gjitha lokalet në Tiranë. Vetëm dajti, punonte deri në orën 2 për të hujë. Aty zguxonte kush me hyjë, shqiptar, zoti na rujt, ishte tabu atje, nuk guxonte kush me hyjë, se arrestonin me njerë. Shkum atje, duke bërë muhabete nga më të ndryshme të tjera, dikur dolem, tha, do vish te unë në shtëpi. Jo, i thash nuk vi.
se unë e disha që më kishin thonë që oficer të ushtrisë dhe oficer të sigurimit nuk mund me marë njerëz, mysafirë e tjera, edhe qofshin edhe të afërm tyne, pa qenë sigurt me partishmerin ata njerëz, do më thonë të që nuk vi. Jo, tha do vish hajtë se të vejë. A shkum katë se ishe bo ora 2 mëngjesit, deri në orën 4 sadë, kështu, sa ushtrim pak sa me thonë, kështu, në orën 5 kusur qoba unë me marë trenin, me shku në kavaj, më këthy, mraba. Ky ka qenë e përshtypja parë edhe. Mirë po, këti njeriu të lash një përshtypje të jashtëzakonshme unë. Edhe u bom, jo, qytetar, po u bom miq edhe shok. Unë kom bisedu me këtë njeri, marë mraps gjithë shka më vonë. Njëherë, po më thotë kështu. Digjo, tha, mos bisedo, tha, mos fol kërkun, asë në shtëpi tonë, sa e dinde që më përgjojnë, po si shë sektori ti, sektor tjetër. Asë mos i beso, tha, jo, kësë këmishit, vetëm këtu në shtëpi teme, se këtu mu nuk më përgjojnë. E në shtëpi ti kemi bo muhabete për gjithë shka. Në nuk bëshë muhabete me pri Shqipnin, po mas kalloj që bëshë ndaq parti, ndaq për shtet, ndaq kështu, ndaq për Kosovë, ndaq për trajtimin, e për tjera të tjera. Edhe një ditë po më thot, në shtëpi ti, kur po bisedonim, tha, digjon, tha, a di që me në një gjuhë sigurimi, tha, mu më rjepin, tha, po edhe ty të po shkatojnë. Ti e ke marrë dosjen e sigurimit. Po, një gjohë, tha, në midis tjerave, në Ministritë e Brendshme, tha, është një listë. Këta njerëz nuk duhet të dalin kur nga burgu. Unë e di plot rase, po një ras, po them, e kishin dënu njenin me 20 vjetë burgim, Heqelirie. I mbajtin 20 vjetë, dhe u përshëndet me shok të burgut e tjera, për lirojnë me ki mushin 20 vjetë. Dole ne, pas 70 metrave, 2 oficer sigurimi të e filoni, po hajde, armike, po, kërmano, po, në burg, 2 jalan shehit, edhe 10 vjetë tjera. Zduj me dalë kur nga burga të një. Në 69-ën e hoqen nga sigurimi. E qunë drejtor shkolle, me rrogë më të mirë, me makinë, drejtor shkolle sigurimit. E di thash pse po të heqen? Thash sepse ti thash u familjarizove me dhe edhe kishe atje në dosje e kom shënimin, ky po e mbron për mu, atje, ku me ditë në ato hakat atje, po e mbron, si duke tha ky ka dhonë parë, us kisha parë për vete, po e kanë qenë kësi farë horës, e kësi farë beteres, atjera. Ai zoti na ruaj të Ti ke qeni për cjellun, ke qeni për gjumë? Tashi, në vitin 1967 u bo plenumi i lidhës shkrimtarëve dhe artistëve për letërsinë dhe artet. Unë e mora fjallën aty, më kërkun fjallën. Edhe diskutova që trajtimi, e botova librin e parë dhe thonë se pa që në botë, ai i tronditi kretë sepse ishe një poezi ndryshe. Atyre shkruaj, kali fluturon, partizani shkon, këtër, vërë, kur gjohës ishe atë. Kjo ishe një poezi ndryshe dhe ata shokë të mikë që këshote kishin thonë, na erdhe një migjen i ri për mu. Nese, kom dhe shokë sa dhe gjallën dhe dy. Dhe, plenum e mora fjallën, trajtimi i temës të shqiptarëve të Kosovës, të përbujtën, të persekutuar, të burgosur, të masakruar me tjera, është një ndihmë që i jepet partisë punës për ndihmën kundër revizionizmit jugoslav. Sepse atë është më i madh se shteti. U qu sekretari i komitetit partisë të rrethit Tiranës, tha, unë tha ty ta pres fjallën. Këto i ka përcaktu, tha Stalini. Dimitër Shuteriqi, shoku Hakim, tha, po të regon një suspicio, dhe shim, dhe i partiz, dhe me kështu, 10 minuta po shim, dole më koridore, u ndeshëm me sekretarin, ba me ram, bam, e tjere,
Thash edhe unë e kom lexuar Stalinin, po Stalini si duket nuk I ka pas parasysh rrethanat tona. Ta mi thonë tash me shoh Stalinin që ishin edhe mu burg. Kupton. Domethënë, veç ta rekapituloj. Ti ik ti në Jugosllavi, domethënë ndiqesh sepse kërkon drejtat për shqiptarët e Kosovës. Në Shqipëri ndiqesha sepse nuk isha I disiplinum me mësimet e partisë dhe se krijoi dyshimi që nuk ashtu, domethënë nuk jam bashkëtamon atëherë, po edhe ishin interesa caktuar se ata kishin njerëz që dinin atë punë, po ashtu duhej. Ashtu kishte thonë në veri. Filloi mu hap pak ajo edhe ashtu tash do dalim edhe tjetër trajtimi kështu. Pra e kom fjalën që gjatë gjithë kësaj kohe, pastaj filloi kështu, I thash kri sekretarit, thash e diskutojmë, thash këtë punë kur do në mirë, tha hajde në zyrë, tha. Ade sekretari I partisë. Mos dikosh shkojnë në zyrë, unë hinj atje. Ore, këtu. Tha, ju Kosovar, tha jeni të gjithë mikroburgjes. I thash shoku sekretar, thash, në radhë parë nuk guxon, thash, ta fyni një popull tonë. E dyta nuk guxoni asmu të më thoni pa argument. Po me ju, thash, nuk u bisedoka. Edhe u qova, bam. Edhe ktheva shpinën, pa e thonë ditën e mirë, pa kur gjo, mu I tha, po, tha, u mendova mas edhe për një qeshje personale, a di me ndimu. E kthej pa kur tha, kom shumë qeshje personale, isha pa shtëpi, pa kur gjo, thash, po me ju, thash, nuk u mëre. Ajo sekretarja që merr të shënime, u futi kokën, që s'kisha një gjuk si soj, ti thut sekretarit partisë kësoj, edhe dola atje ja përplasa dhe derën bile me kështu. I thanë ata shok, qa bënë mërë të kështu, thash, po le, bërë ta bëjnë pushkën top, dhe bo kiameti, thash. Edhe, kjo ka qenë, dhe mu thonë, përplasja parë me partinë. E më thret, ky, Skënder Backa. Hajde more këto, ta këtu, qa, hajde more këtu, tha se e kënë të volint, manush me ftiut, manush me ftiu zavens kryeministër. O me të burgos, o me të internu firmën, veç e po pritet për firmën e ti. Ani? Pa. Fal ati oficeri, sigurimit, që ka qenë rovoj aty dhe kështu, I cili se ka dash me ka qenë I detyruar me depunu që ka po bëhet në plenum. Fal ati se ma jep me shkrim, tha. Qa ke fol? Ja vash me shkrim, krejt. Se kjo të nesër në thirri, edhe ishe qetsuaj, shumë. Të më tha kështu. E ke pas a kështu të minutë. Mirë po tha, ky oficeri, jonë përputh fjalët e tua me të oficerit, me fjalë tjera, ashtu si që ka thonë, ti ka thonë edhe. Pas ka qenë, thash, njeri I nërshëm. Po, tha, shumë I nërshëm, se për nëshë, tha, se kishe pa mu djellin me sy. Kështu ishe përplasja e parë. Pastaj mas kësaj, u hap dosja, filloi ajo gjysëm izolimi, gjysëm injorimi, më dhe thash, kupton të gjitha senet tjera. E kom gjetë një poezi tëndën, e cila po më duket e reflekton këto, është hija. Patën njëherë një gëzim të madh se mazun hijen. Unë po I shikoja në zgripës të kohës. Lëmshit të shpirtit s'po m'ja gjenin fijen. Edhe kjo po më duket ilustrimi më I miri I asaj kohës tonë. Po, që reagimi saj. Ka pas masanej. Ramiz Alia me spikat më kritikon që nuk jam. Unë shkrova romanin Kërkim zë vërtetës. U kritikova për 2 çështje. Për ahistorizëm, që nuk I kom thonë senet, hala pa I thonë partia, dhe dyta për nxirje të realitetit. Nuk e kom paraqit realitetin mirë, e kom nxi. S'kisha nxi kur gjohën, e realiteti ka qenë edhe ma nxi, se që kom shkru unë atje, po. Ashtu e donën. Me thret Gjevahir Spahiu,
ka qenë lidhjen e shkrimtarëve të punojnë shok. Flitshim pa protokoll. Gimi tha, do të them diçka, tha, po ti e di, tha, që po më dol, e ham ti dhe unë e bashkë. Ha, tha. Ka ardhur, tha, një shkres nga Komiteti Qendror, nga Byroja Politike, ku thuhet, shkrimtarët dhe artistët, të cilët janë të destinuar të gabojnë ideologjikisht gjithmonë. Dhe me qenë, janë ja 10-12 veta, dhe me qenë se ty të fillon e emni me je i pari në listë. Gim, tha, po të tregoj, tha, duhet me ditë, murujt, mua ashtu që duhet. Po dhe ta bojnë listat sa të kenë qefin, unë ky që jam, thash, s'kam që baj. Do të thonë partia ka ditë që ti ke me gabu. Po, tjetër. Edhe vrima e miu 300 grosh ka qenë Hotel Dajti. Kur o hap pak dera, që vini ta shokët e miu, unë shkosha me i taku pa pyet sigurimin fare. Shokët e Kosovës. Po, për Kosovës, ku bine. Bile, dole me, Kim po më thonë këta, kush kështë ardhër, Ali Aliu, Ali Podrimja, Ramon Dedaj, Mazmija, këta, e po më thonë, dole ma nej Karshi Dajtit, Gimber, tha, në po të shojmë që po të survojnë, që do minut, tha, po në po kemi qef me nej, tha, ati, kështu. Thash, le të bojnë që atë donë, me fjallë tjera plasi damari, a i vjen, ora 10 pa 10 natës, po bashim gati me ti, me shoqe me ranë gjumë, se do shkonim nesër në punë. Kur të roket dera, bam, qere Gjepi Smali, kryetari i akademisë, bashkë me këtë Ibrahim Rugovën dhe Hademir, Gjepi kishte qenë më përpara njërë. Hademir, muhabet e tjera, ju kalzova kush janë, qa janë, qysha, se sapi, që ka më mësu nga Shqipëria. Nga Shqipëria, sa është mësoni një gjonë, qa, ka një organizim shumë të fortë, që ju nuk e keni. Ju shqiptarët, nuk e di që kanë në Serbi. Nese, shkoj, më thret, u kriju një dek për Kosovën, Mehmet Karakushi që bënë, Agim thate se ti mundesh me nëndi mu. Mirë po, si tash plasi damari, gjithë konë shërvejim, filloj shërvejimi 24 orë. A i njifshe? Oficerët apo i njësha, se ishin, e bëjshin në mënyrë 8 vulgare. Shkojsha unë në kafene, uleshe këto me shokat, da bishin e ullin si ata 2 djemët aty që aty, rishin. Heqa unë në rrugës, ata binin 30-40 metra ma pa meje. Kështu bëjnë dhe talë. E ndosje, e mora dosje në sigurimit, të thuhet, Agim Gjakova, kështu, do të flasë ma vonë për këte. Dhe, pra, mi këtë bastë, filloj, kështu, mu bo pushka top, thash. Dhe të bo pushka top e tëne, dhe të bojnë qatë kënë qefë. Këta shokët dhe mi mo bre, apishe që arrestun mi 70 e kusur Kosovar pa faj. Sa dhe të bojnë e faj, hajde. Më thonë, Kosovarët konsideroheshin në rrezik. Me rrezik, sepse i mlodhi Piro Bita ka qenë në atë kohë sekretariatit, i mlodhi gjithë sekretarët e partive të rretheve, të komiteteve të rretheve. Edhe i tha, na tha jemi detyruar ta hapim kufinin pak a shumë. Por duhet ta dini, të keni kujdes që kosovarët janë të molepsur nga ideologjia revizioniste. Edhe duhet shikoni kuk qysh, do më thonë, sigurimit e ku me ta kuku, po thinë qysh bëdhën e tjera mare fjetët. E para pike punës, kjo si fare për mbrojtën e Shqipërisë, po ishe thjesht për me akallzuën Berogjë se po bojmë punë, dhe kur farë punë nuk bëndë sigurimi, për me zbuluar, bile aty duhet këtë qenë mrena armistë e shtetit që dolen ma vonë për nese, edhe agentura huj. Edhe, i marrë i shkruj një letër, Ministrit Brendshëm, i thëmë, Shqipëria e la Kosovën në vitin 1944 në durë të shkautës sërbe. Enver Hoxha nuk është kujdes për popullin e Kosovës. Kosovarët nuk trajtohen mirë në Shqipëri.
Në rast se ne në Kosovë do të nërmarin diçka tjera Shqipëria që qanë me nërë me thonë, do më thonë nuk e vret menin tash që me në ndimu. E tjera nuk e probleme. Këta shokët e me rrishin kur dilshim, kishim të regonim humore, muhabete, anekdota tjera, kur I thash kësho, rrishin më këshërshin heshtje, me donin që ka do bëhet tash me këtë shokun tonë. Me thret ministri I brendshëm Kadri Azbiu dhe zëvendës ministri që ishte edhe drejtori I sigurimit të shtetit shqiptar Recep Kolli. Unë e thom atje midis të tjerave kur oficerët e sigurimit më shohin që takohem me vëllezërit e mi të Kosovës e thartojnë fytyrën. Kadri Azbiu më po tha, je shpreh pa respekt për oficerët e sigurimit. Se ata kanë detyrën. Thash, jo të gjithë oficerët, jo jap emrat kush tharton fytyrën nëse doni. Mirë, tha. Merë o ti, tha, me mu, a I Recepit, e doli a I në zyrët vetë. Me Recep Kollin, bo mua bet një 20 minutave, unë e disha që këta skandorë se gjithë shka I ka në veri, po që janë kaq të nënçtrum, nuk ma merë të menja. Mere me men shefi sigurimit me qenë në frikën e Enver Hoxhës aty, të më dhënë. Edhe dikur, I thash, shoku Recep, ju duhet ta dini një diçka. Urno, thashe. Unë thash e dua Shqipërinë më shumë se oficerët tuaj që më survejojnë atë ditë. Agim Gjakova doli nga shtëpia në orën 7:21 minuta. Unë nis kësaj rruge, takoj filonin, të ndalë kështu, shkojnë punë, kështu, takoj piu kafe me këto, boni kështu, u kthy në shtëpi në orën 9 pa I qerek, po bie fjala sa dhe. Krejt 24 orë I vëzhgumi. Thash, veç kur kom qenë në shtëpi, që s'kan pas qa me vëzhgu, thash, nuk mi kanë përshkru dhe babaki dhe që kom pa ondër, ade me atë qëllu. Krejt në dosja ime, ma përgatiti, këtë që ma përgatiti dosjen, o jurist, tha, ka kërku drejtoresha, quhet autoriteti I tatimeve të dosjes sigurimi. Ka kërku, tha drejtoresha, është drejtoresh, mu taku me ty. Pse mërë thash është bo merak drejtoresha në mu, tha, o ma tha, nuk e di, tha. Dole me të më thete mu përqafu me tjera. Si ka mundësi, tha, ato që keti ndose, që ke firmos me firmen tone, njerëzit, tha, të gjithë janë përshkatu, ose janë denu me burgim përjeqëm. Ti s'ke bo si ditë burg. është enigmë, dhe ne, që punat e. Ti, tha, në këtë mjedisin tonë, se kishin thonë edhe dhondet, burit vajzës ma vonë, sot është kryetari bashkisë Shkodrës, kishin thonë, qa ke atë vjermër të ne është hero, thaj, aj që ka ndosë ato zoti në ru që ka shkru me dorën e vetë, që ka nënshkru. Thash drejtores, mund thash nuk më ka shpetu Perenia se nuk e besoj. Nuk më ka shpetu është në një, me thonë hysni kapo, e hajtë ta falim këtë se, adi pa e falim se kështu. Mu më ka shpetu, thash, vlezit tu dhe të minë Kosovë. Vlezit tonë, thash, janë doktora shkencës, janë rektor, janë profesor, marrin pjesë në simpoziume ndërkombëtare, janë gazetarë të shquar, janë kështu tjera. Apo mëresh. A e besojnë ata, thash, se më njohin shumë mirë që unë ko marrë me pri Shqipnin? Jo, tha, Kjo, thash, është, ata vlezët e mi, thash, më kanë shpëtu. Edhe shokët e mi, ka thonë, beq që ti ke qenë I njohur këtu, me familje, me shokë, me kështu, se ndryshe edhe ti, bashkë me ne kishe me bo burg. Se kanë bo burg, të gjithë ka 10 vjetë, një 4 veta e dënun. E dënun një me pushkatim, ja falen jetën, një tjetër, një inxhinier, dënun me 17 vjetë burg, mos pëtë, kot pa shumë. Ka do që shke dash me vrajnë Enver Hoxhën. Pa I shku me njëri u të pare. A më kuptan, lojnë atë sigurimi. Duaj me eliminu mos me lion, Kosovarët një jetën publike, jetën. Më thonë, këtu e ti e merë identitetin kosovar, faktikisht. Pa, natyrisht.
Në dosjet sigurimit çka gjen? Në dosjen e sigurimit janë 104 emra oficerësh, drejtorë drejtorisë, operativ, oficer të sigurimit që janë marrë drejt për drejt ose tërthorëzi. Kur them tërthorëzi, kishin pyet atë drejtorinë e Korçës, a ka ndonjë dhënë për mua? Ajo është përgjigj për tërthorë, se s'ka njoftë, s'ka di, se kom qenë Korçë, po s'ka. Ai përgjigje tërthorë, jo, thotë, nuk kemi në dhënë për ta. E të gjithë i kanë pyetur kënaj, prandaj po them. Ajo kanë qenë ata që janë marrë drejt për drejt. Janë 58 pseudonime bashkëpunëtorë sigurimit që kanë marrë detyrë me zbulu këtë armik shumë të rrezikshëm të partisë dhe të shtetit që quhet Agim Gjakova. A i njeh? Një pjesë të mirë, po. A ke bisedu me ta? Ha? Ke bisedu me ta? Mbas Ja. Ramës? Ja. I mi kanë zbardh, janë 11, të gjithë kanë dekun, po i disha disa. Disa nuk i njoh, i di kështu me hamendje, po mund të mos jenë. Po, më kanë bërë përshtypje disa kolegë, shkriptar, të cilët bile një kosovar, të cilët e kom një mu për gjithë shka. Mos më romi edhe kom martu, si thona, po me se ishe kështu lilonë atjera. Ishe nër denoncusit më të mdhej, me 84 denoncime kundër meje. Me pseudonim a pa pseudonim? Me pseudonim. Po unë e disha që ma përpara, që këtë është mena, po nuk e disha që po bërë ka që shumë pisleqe, si më thonë. Çka është denoncimi? 40 mbledhje të drejtorisë sigurimit shtetit me hartu programin, me i dhonë porosi njenit e tjetët, porosi të veçanta qysh me mujt me më zbulu mu. Edhe bilen njeni atje ka qenë në drejtoraj, një kohë të sigurimit, i thotë, lërëni mos i jepni këti udhëzim, nuk e kupton që ky e ka kuptu për mu. Unë fillova me bo dhe unë lojna si budal, të tha si për budal. I thosha diçka që i disha që i qonë sigurim. Me një hera, po më rëjsh. Tha, pra ne e ka kuptu, tha, nuk e kuptoni, tha, ky e ka kuptu, tha, që ky është i shtime, të mbëjnes e tjera. Denoncime, bisedum për këto, kështu, unë i bësha dhe disa prova, kur them prova, do provokime, si tush. Këta shokët e mi, o tibi, mos u bo kret i lonën për i trunve, tha, qysh provokohet, tha, një institucion, një sigurim, tha, që ti të rjep, tha. Po unë e thash, e kom përgjigjen, kur i bëj provokimi atyne. Apo është për organizim, për kështu, për të Kosovën, për të tjera, për partinë, për të tjera, se natyrisht unë e lefdojsha forcën e partisë, po me forcën e partisë duhet më bo kështu. Ajo kështu ishe kundër partisë. Dhe më thonë, janë ato, mos me mujt me më kap në fjallë, qeveria ka, si thash, krahën e madhe, dorën e madhe, bon që ka do me ty. Atë kanë ardhë në shtëpi provokatorët? Aty këtu në një, po, kanë ardhë. Edhe të kanë denoncu? Po, kanë denoncu. Tu najtë në shtëpi të ti? Po, ka, e kishin dhe tyre. Digjo, kanë qenë 2 llojesh. Kanë qenë njerëz të cilët e kanë pas për një arsye ose një tjetër, kanë shku me vullnet, si tush. Kanë qenë disa të cilët kanë qenë me detyrim. Du të regoj vetëm një rast. Vjen një Kosovar nga Durrësi. Hajde bon si je, hajde me pi kafe kështu. Mirë, tha, prit, të di. Qa ke, kishe pak si e shu. Ta them, tha. Shku me ulem, pa një herë kënej, ne për kafe. Kishe. Një gjë, tha. Më ka thirë, tha, sigurimi në Durrës. Më ka thonë me orë me nej, me ty, tha, me të nxjerë fjallë. O, burë, tha, që ka me thonë unë, tha. Ai, tha, se këtë halë. Po, kom halë, ma qishë, me thonë, jo, s'du, qish me thonë? Me thonë, që ka me thonë, tha, për ty, ha, ka zëmë. Thuj, tha, që kemi bisedu, për sport e për femne dhe natën e mirë. S'ka dash me hyja në i parë. Ka pas edhe kështu. Po. Një shokon tonë, të njërë, ora 10, po do me ranë gjumë i shkreti, si të me shku më dhe esër në punë. Troket dira baba, kur del 2 oficerë, hajde me ne, atë,
edhe në burg, ja hapin derën e qelisë. Ohen këto o firmos. Kishe 2 fëmijë. I bie tavani, i bie hona, që të dush mi kry, bum, e shemin fare. E firmos. E mendon të ata 2 fëmijë. Se hinder në burg, të mërshin fëmijët e të qoshin kamp, një pjesë e fëmijëve se hajde të rritunit edhe kanë bjetu në ato mizëqenë, në baltë, deri në gjume, pa buke, pa dreqe, pa bitë. Fëmijët me konstrukt më të dopte kanë vdek, janë smurë tjera që do bëhet me fëmijë. Edhe ne me ti me shoqe, këtë punë kemi pas. Thjesht, absolutisht, ka do bëhet me fëmijët tonë, po për ne dhe të bëhet që të kenë qefë se të bëhet. Ajo i me shoqen e ditë, ishte fëmijët i kishim hala pa fillu shkollën, e në 4 vjeç, 8-6 vjeç, verë do hinda bitë në klasë parë, ideali. Dhe dita djelu unë për lexoj gazetën Drita. Ullë në divan. Ajo po shtonte dreken. Ashtu si ajo zhurma pijatave me lugë qëk, të të helbe menen. Po, u boni qëtësi. S'po njihet kur gjonë, s'po njihet as levizja, as aja, si që. Kërë instinktivisht qoj, ku qoj, ishe me shoqe ndjes pas në kom, pan tavolinës, i shkonin lot, ka qenë një buk, kështu 50 lek kushtonte, me thikë në dorë, qohu tha prej e bukën, tha se s'kon fuqi. Survejimi total, 24 orë, jasa e jemi, se dhe grua nga Kosova të jedi. Pra, e kishte nga nga psiqike nervore, e kishe më poshtë, e kishe qohu tha se nuk kon fuqi. Dhe në qofë tha se duhet në arrestojnë, inshallah më arrestojnë mu, se ti tha je ma i fort, fizikisht shëndetësisht, dhe diqysh je bënë halin me këto fëmijë. I thash gru, thash, mos u mërzit se ne nuk në arrestojnë. E se kota i fjallë, edhe shokte me jo, më reagimi nuk arrestojnë, ja bënë, më me thonë, ashtu aja punë edhe e dinte, po hajtë mo me kalu. Pra, ka qenë jetë qartë temë. Me gjithate, ka pas njerës që cilët në e në fru. Biletashi ma qunë dhe botoj një intervjist në atëre në Gazetë Nacional në Tiranë. Edhe më pytaj, a ke pas shok kolegës që në Tiranë? Po. Kom pas 2 shok, Fatos Arapin, me cilën kemi bisedu për protokoll, nga kolekt. Edhe Gjevaj Shpehujën, që thash. Ka pas e kolekt tjerë, kishë, Pandeli Koqi me cilën ri, edhe e një qynë nga vitin 1963. Edhe aj është afru, do më thonë, gjithmonë, ka pas edhe tilë, bile i kanë thonë, vetëm ka thonë, pse rritim atë Kosovarin? Po rrisë ko shkolek, kënë të rritë, do më thonë, deja të kanë rritë. Pra ka pas njerë të cilët në ma vonë në një mënyrë ose tjetër e kanë pranu, bre, kishim qef me ne, me këshu, po kishim frikë, shqip të themi kishim frikë, tha se ju keni qenë shënjesër, gjithë kohën kemi qenë shënjesër. Edhe gjithë kohën nuk dihet se çka janë ta Kosovarët. Dhe mund t'jenë agent hudbes, mund t'jenë këshu, mund t'jetë ashtu të tjera. Ti ke pas edhe të lashën tjetër se motra ka mbet këtu? Po, plus e binde Nazmija për turizëm, tjera, dhe bëhen në kontrol ati e kështu tjera. A ke mendu në njëherë, në momentet më të vështira, se ndoshta duhesh me kalu, me ikë në Kosovë? Jo. Nuk e kom mendu, sepse ikja jeme ishe falimentim total i fëmijëve, i grusë e tjera, po bje fjallën një. Po
Unë kur kom qenë kam përqendrimi, kom mujt me shku ndaç në Austri, në Itali, se 100 vetë, hik po të qafen. Do më thonë, prej këtu nuk deli lirë në tokë të Jugoslavisë, më thash, m'ska marrë malli për tokë të Jugoslavisë, ka marrë malli për Kosovën teme, a do me qitë thonë në Italinë, apo në Austri, merë që natën i qitë që në atë, hik po të qafen, me i degdis, më s'pën bëjnë. Për me vazhdu në Amerikë. Po, unë i thash jo, nuk du. E kam po pyetje në vetës, si kur të kisha shku në prendim, nuk do isha ky që jam. Prendimi nuk më kish ngucë kush. Do gjesha një puna në dreqa në vitetesh. Po nuk mund të isha në pikpamit krimtarisë ose shkrimtar ky që jam. Pavarësisht vujtjeve, izolimit e tjera, se dosja eme është 1128 faqe. Isha me një të burgosën politik që kanë dënu 10 vjetë, shoki janë, dhe nuk e lëshunë mas 10 vjetë, po lëshunë edhe 60 ditë ma vonë. Edhe unë i thosha, ojësat, këto 60 ditë i ke kamat për ato 10 vjetë. Me humor, shok të ngëjëm. Edhe na dhe me këtë burgosën, jo, agime ka tha një ndër doset më të mëdha në sigurim tha, 1128, për qa s'ka në atë doset? S'ka qatë dush. A ke me botu? Jo, se di një herë për një herë jo, nuk e di. Thonë një zyliftar Ramizi, një kriminal në drejtori sigurimit erdhi. Unë i bëj një letër komitetit qendror, i thëmë me më dhonë një pasaport me më leju me shku në Gjermani për me shkru një roman. Edhe me taku edhe Shqipet se si jepshin viza sajne, nuk i jepshin me ardhë, nuk i lëshin. Edhe thotë ky tha ka dash me na prek pulsin neve me pa që do reagojmë. Ako dhe përgjithja. Më thonë, ti e kalon një kohë të gjatë në të dy shtetet, tu e kërku të drejtën për Kosovën. Dhe në vitin 1999, mas sa kohë kthehesh në Kosovë? Kur fillon bombardimet e tjera, po më thoshte, unë e mirësha me djemë, që iknin. Edhe qesh një smëntar krijimi një brigade, me djemë kryesisht nga Gjakova dhe tjerë. Dhe nga jo brigade u vranë 5 djemë. U vranë, në përleshje, jo u ekzekutunë, jo, u vranë, thamon. Edhe... U vranë ku? Në kufi dhe në përleshje me forcat. Dhe i me shohë që më thënë të more burë, tha, po del në orën 6 mjeset e po kthesh në orën 12 natës. Po më i grutësh. Te ja pishet qarë po bëhet. Ishe koha bombardime që gjatë. Djemët s'kishin buk me hongër. As kujdese se qanë të kush kryt për këta. Që kishin hik edhe doshin më këthy me luftu për Kosovën e tjera. Atere mu desht me forma nga ma të ndryshme në të tjera me mundu mi ndet, mi strehu, mi ushqy, diko dhe mi vesh besa. Di kemi quna i të doktori, e tjera. Mora, i shkrova këtu në që ishin diasporë, në Zvicër kisha shok, mi qunja 16.000 franga. Ju gjeta një banes me qera, i stërhu aty, disa djemë. Ju thash djemë këtyre, që kuj keni, bleni mil, bleni vaj, bleni sheqer, bleni këto, bleni ato, oriz, këtu nuk është me dalë në për hotele, nuk kemi pare, që to i kemi njëherë, masa ne u desh me kryu në për Tirana të këtu dhe që me mbledh, ju dhash edhe ka 50 marka, ishen gati 200 djemë të ishen. Ka 50 marka me dalë, se djemë të ri, hajtë me dalë me pi një kafe në për Tirane, për ashu. Nesëm, kur edhe i puna që u bo për më këthy, po më thonë disa që i kishin për zonë, për i këtujt, do gazetarë, do këshu.
Kosovës, se ke parasysh. O Bacakim tha, NATO ja shty një javë, tha shty edhe ti një javë, tha në ndihmo, do që në ndihma, tha me të gjetë kështu. Ju thash që tash, me nërë më thonë, mos hani shumë, se ju tash sa keni marrë. Bacakim thash, ka 39 vjet e 15 ditë që nuk është kthy në Kosovë. Me 12 qershor, unë do hy me Gjermant në prizën. Me 12 qershor, thash, ju keni bëni çka të keni qep, rreni këto që doni, nda që rreni edhe Kretë, se pa ja ushoj venin, me në këtë Shqipti që i keni andru gjithë jetën, e me pa qysh është, e qysh ka qenë. Pra, mas 39 vjetë, 15 dite, unë hi këthene. E gjej Gjakovën, shkrum, e tjera. Ka në gjemë prej njerëzve që i njefën Gjakov? Gjakov, 3 djemët e djallit Halës, djallit Tezës. I kishin arrestuj në Pozhare, se di ku i patan majtë, 150 Gjakovar. Gjej disa shok, gjej Qamil Gjegjën, shok klase, shok Mahale, të cilët ja kishin ekzekutu djallin. Vetë me ndjallë, edhe t'i kishë. Qatë them, gjej këshu, dhe unë e thom, erdha, shkrumin po t'a laj me lotë e mi. Edhe në fundin me kren, me gurgullimin, se më soma rrugën, e më mos shafite me mo udhëve të botës. Kren, më soma rrugën të mos shafite me udhëve të botës. E bukur shumë. Me kaq po e përfundojmë. Të falemderit shumë. Falemderit edhe për jush. Pik për krahet nga Flöger, Eriskom, Muji Auto Center dhe Uji Jana.